Dhe flasim pak për zhvillimet në Serbi, kam në lidhje të drejt për drejt analistin Nenad Çanak. Zoti Çanak, mirëmëngjes. Good morning. Mirëmëngjes. Mirë, çfarë po synon parlamenti po ndalem tek zhvillimi i fundit me këto ndryshime në sistemin e drejtësisë, të cilët janë kritikuar edhe nga Komisionerja e Bashkimit Evropian? Çështja është që në këtë moment në Serbi është diçka e ngjashme me atë që po ndodh në Iran. Është një luftë të dëshpëruar regjimit për mos të humbur pushtetin dhe ata nuk po vrasin njerëz në rrugësin e Iran, por po bëjnë gjithçka tjetër. Ajo çfarë dua të them është që po mohojnë ekzistencën e tre degëve të fuqisë, pra dhe ligjet e reja duhet i bëjnë gjyqtarët më të pavarur nga ekzekutivi, por deri tani ky është një rrezik edhe institucionet evropiane e njohin këtë gjë, e dallojnë këtë gjë. Kur pritet të ketë zgjedhje në Serbi? Në maj, në dhjetor, apo ndoshta Vučić do të kërkojë më shumë kohë për t'i shpallur ato? Nuk pres që zgjedhjet të mbahen këtë vit, varet nga opinioni publik dhe nga polcat. Ai është duke ndjekur opinionin publik dhe pret në fakt që qytetarët lodhen pas mbi 14 muajsh protesta në rrugë, por kjo gjë s'po ndodh. Nga njëra anë, ai pret për mbajtjen në kohë të rregullt të zgjedhjeve, por nëse gjen oportunitetin, dhe oportuniteti është për shembull një krizë ndërkombëtare lindur nga çështja e Iranit, Ukrainës, i kombinuar edhe me pikat e tjera nevralgjike në botë, kështu që opinioni publik është ajo çfarë determinon se nuk intereson çfarë po ndodh në Serbi, edhe atëherë ai mund të përfitojë për të mbajtur zgjedhje me një fushatë elektorale të shkurtër, edhe kështu që të vazhdojë qeverinë për 4 vite të tjera, dhe kjo është në çështje në themel plani i tij. Por pavarësisht kësaj, fatkeqësisht për të, njerëzit nuk janë të lodhur dhe dje ka pasur një manifestim i madh në Serbi kundër Vučić, ai e di këtë. Mirë, zoti Vučić ka folur ditët e fundit me një intensitet të shtuar për një partneritet strategjik me Shtetet e Bashkuara, por ai bëri të ditur se janë dy kërkesa që vijnë nga Shtetet e Bashkuara, njëra për energjinë, tjetra, ta është një kërkesë politike, por nuk theksoi se çfarë është kjo kërkesë politike që vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në thelb të gjitha kërkesat e Shteteve të Bashkuara janë rreth zvogëlimin e influencës ruse, ndikimit rus në Serbi. Dhe nga ana tjetër, kërkesa tjetër është njohja e Kosovës. Dhe kjo për të është shumë e rrezikshme politikisht në këtë moment, sepse konservatorët, forcat konservatore e përdorin këtë progresion në raport me Beogradin dhe Prishtinën si një provë, diçkaje që ata i quajnë thesari i Vučić për Kosovën, dhe për këtë ka frikë dhe ai po përpiqet që ta bëjë këtë nën radarin e opinionit publik, dhe kjo është arsye pse ai nuk flet apo për këtë. Dhe nga ana energjetike, ai po nxjerr jashtë rusët nga pronësia e kompanive kombëtare të naftës, dhe sepse ka disa
përhapje të pikave të inteligjencës që financojnë ekstremistët dhe të gjithë këto grupe pro-ruse. Edhe Lavrov ka theksuar se është duke diskutuar me Amerikanët për çështjen e rajonit. Mendon se Amerikanët janë gati të ndajnë zonat e influencës me rusët në rajonin e Ballkanit Perëndimor?